Steven, shumë thank you që na u bashkove. Dhe kënaqësia ime dhe besoj se bashkë ndisim mbar duke qenë që jam nga Durrësi. Fiks. Kjo ishte ideja, që të kishim dikën nga Durrësi që ka bërë diçka frymëzuese për të rinj. Ne eventet që i nisim duke shkuar prapa në kohë. Sipërmarrësit që kam pas zakonisht që janë 40, 50, 60 vjeç. Edhe unë i them do kthehemi shumë brapa në kohë. Me ty nuk do kthehemi shumë brapa. Po vetëm të na shpjegosh pak fëmijërinë tënde. Çfarë ëndresh ke pasur, çfarë profesioni kanë pasur prindrit, a kanë qenë ato në sipërmarrje apo si ka lindur sipërmarrja tek ty? Patjetër, unë dhe pse jam 27 vjeç, prapë ndihem dhe unë shumë i vjetër, kështu që besoj që prapë do kthehemi goxha mbrapa në kohë. Atëherë unë kam lindur në Durrës, që në moshë të vogël kam pasur të ndërtuar shumë ëndra, që nga ku diun do bëhem arkitekt, do bëhem politikan, një nga këto ëndra të bëhem pizzare, por që shumë shpejt e kuptova që një nga gjërat që mund të rriqte ishte teknologjia. Dhe këtë si gjë e fillova ta kuptoja që kur unë ndenim për një lodra dhe gjëja e parë që bëja është merja, i shkatroja, i hapja, i zbërtheja, pastaj isha shumë kurioz të kuptoja se si ishin ndërtuar gjërat. Isha shumë kurioz të kuptoja si funksiononte bota, si funksiononte ekonomia, domethënë kisha shumë pyetje që fëmijë, por që nga prindrit, backgroundi i prindëve mi janë marrë me ndërtim. Pra mami është inxhiniere hidroteknike, praktikisht për diga, kështu gjërash. Babi është inxhinier mekanik, por që gjithë jetën e vet ka bërë biznes dhe nga familja gjithmonë kam pas të frymën që biznes. Po që njëkohësisht kam pas edhe këtë kontrapedalin që gjithmonë thonin do të mësosh. Tipike e prindërve shqiptar. Tipike një prindër shqiptar, por që unë gjithmonë kisha ato idetë e mia se ç'doja të bëja. Do isha gjithmonë shumë i qartë në atë vizionin tim, ta quajmë që e dija shumë herë se ç'doja të bëja. Por që prindërit gjithmonë ishin shumë të prirur drejt asaj gjës vetë, se duke qenë që dhe që vërteta si shumë nga prindërit tanë kanë vuajtur, kanë pasur një jetë shumë të vështirë, do kishin shumë vështirë që fillimisht dhe nga gjërat më bazike, ka parasysh që vendosin në bukë në tavolinë. Dhe që vërteta unë jam rrit ndërtim, pra që fëmijë, domethënë, që s'kisha kush ta mbante, domethënë prindërit ta marrin me vete në punë, domethënë. Dhe një nga ëndrat asaj kohe ka qenë që mund të ishte shumë pjesa e ndërtimit gjithashtu. Por që në rrugës e kuptova që gjëja ime, domethënë, nuk është të kishe si thosh një kryefjalë, por që ishte thjesht sipërmarrje çfarë mund të tërhiqte. Si fillove ti të kodosh 10 vjeç? Goca ime është 10 vjeç atje dhe tani po të dëgjon. Atëherë unë kisha i vogël, kisha shumë qef luaja lojra në kompjuter. Dhe një nga lojrat që luaja, do kisha qef që të shpaloste fantazinë time. Dhe një nga gjërat që kërkonte ishte që do të kodoje. Dhe aty ishte, si thosh, nisma e parë, por që gjëja që i dha një spunt reale gjithë gjës, ishte që unë zbulova shumë herët që okay, mund të bësh lek online. Dhe kur unë i thaja prindërve që shikoj se unë do të bëj lek online, ishte si gjë kështu, ajo më çfarë lekësh do bësh ti, si mund të bësh lek online, ishte gjë shumë kështu, jo, ke parasysh, sepse prindërit mi ishin mësu me atë biznesin klasik, domethënë. Fillimisht ishin marrë me tregti elektroshoqëriakesh, pastaj ndodhin në shtata humbën çdo gjë, pastaj nisën nga fillimi. Rikthyen ndërtimi, domethënë. Dhe prindërit kanë pas një eksperiencë shumë vështirë, sepse me $2.000 që kishin kur sugjestej, domethënë babi thoshte unë do bëj pallat, mami thoshte or burr ti je çmend, do na lesh pa lek. Edhe kërësysh fillun grinding from zero. Po që nga një të në kohë, kërësysh ti e prind vetë dhe e kupton se sa e vështirë është marrësh risk kër ke fëmijë. Dhe ti që thash prindë mi janë njerëz që janë mësuar shumë atë biznesin tradicional gjithë, pra bën gjëra që ata i prekin. Në momentin që ti thoje që okay, shikoj se unë do bëj lek online, ti like okay, vetë. Si do bësh lek online? Dhe çdo gjë nisi kur zbulova që okay, unë do bëj lek online. Dhe kisha vendosur që one way or another do bëj lek online. Dhe gjëja e parë që tentova të bëja ishte fillova duke hapur disa forume online. Okay. Po të krijoj disa website, po që ç'është vërtetë nuk është se po më çonte gjë kundi, pasi mu duke qenë isha nën moshë, nuk është se kisha një llogari bankare, do mungonin shumë gjëra që të më jepnin nismën për me vazhduar. Dhe çfarë fillova të bëja është që kuptova që okay, pastaj mund të bëj diçka tjetër. Gjëja e parë domethënë që ishte është kuptova që si unë, që shumë fëmijë të tjerë që doin luajnë lojra online. Por momentin që të luanin pra praktikisht lojën që unë luaja, që ka qenë GTA for the sake of it. Praktikisht nëse do të luaj me shokët e tu, do të nisë një server online. Dhe që të bëj setup një server vetë ishte goxha gjë teknike që jo shumë fëmijë, shumë njerëz din ta bënin. E thash okay, mbase si unë mund të ketë shumë njerëz të tjerë që kanë nevojë për një shërbim të ngjashëm.
E çfarë bëra që ju luta mamit gati një vit rresht, o ma të lutem, mama më duhen $50. Mora atë $50 që në mami dhe thash, okay, tani unë do hap kompaninë time. Dhe nisa hapa një kompani thënshi, po ta quajmë kompani, që i quajta Power Up Hosting, edhe atëherë domethënë më në kulmin e saj unë bëja diku tek $2,000 vit, që për mua më dukte kështu se kur isha duke bërë miliona. Normalisht. Sa vjeç ishe atë? Isha 10 vjeç, 11 vjeç, sa bëj 11 vjeç. Një nga sfidat që hasa ishte që, okay, pra arrita deri në atë pikë, po problemi që doja ta çoja më tutje, pra doja ta rrisja më tepër. Problemi i parë që ishte është që licencat për shumë programe, për shumë gjëra që më nevojiteshin kushtonin minimumi $5,000 viti. Dhe unë me atë kompaninë time modeste, gjithsej gjeneroja $2,000 viti. E thash, okay, ç'm duhet? Thash, okay, tani është koha që unë mësoj programim. Dhe ta bëj vetë, kryesisht si puna baballarëve tanë që, okay, kur prishet diçka te shtëpia do e rregulloj vetë, me të njëjtin mentalitet praktikisht. Dhe ç'a ndodhi është që sfida ime e parë që kisha është që, okay, unë vërtet do të programim, po problemi ishte që unë as nuk e kuptoja realisht se ç'a ishte vërtet programim. Pra, nëse më përpara kisha nisur që të bëja disa website, disa gjëra të thjeshta, dhe nuk është se kisha futur aq thellë programimit sa ta kuptoja me aq vëmendje. Dhe një sfidë tjetër e madhe ishte që unë s'e di anglisht asaj kohe. Okay. Dhe ç'a bëra, domethënë, ose më saktë ç'a bëja ishte që kërkoja për Google Images, kërkoja në Google, okay, fjala dorë, pra që ka derë, domethënë, duke nis shumë nga zero, fillova duke mësuar në fillim anglishtën, po që ka qenë domethënë njëkohësisht sa eksperiencë e bukur ka qenë njëkohësisht aq e vështirë, sepse një gjë që u vërente re pak në ato vite, ka qenë që askush nuk kërkiste suport për, pra nëse sot rinia ka pafund mundësi. Sa shpejt do e kishe bërë këtë gjë sot? Besoj shumë shpejt. Me AI, me gjithë këto gjëra që ofrohen mentorshipe, programe, lek, grante. Besoj që do ishte ekstremisht super e lehtë sot. Ndërkohë që atëherë ç'm ndodhte që nëpër shumicën e forumeve online që kanë qenë, pra që ishin humbidhin njerëz shqiptar që kishin një dhe interesa, domethënë një nga gjërat që thonë, "Më ti e kalama, merr lodra, shko te plazhi", domethënë askush nuk ishte suportues, thotë, "Okay, shiko, është dikush aty dhe pse është 10 vjeç, ka të dëshirën e mirë që të mësoj, të krijoj diçka, të rrisi diçka." Kush janë gjuhët e para që mësove në programim? Gjuha e parë që kam mësuar ka qenë Pound, që është diçka si puna e C-s dhe PHP, domethënë ato kanë qenë dy nga gjuhët e para të programimit që fillova. Po biznes i parë serioz, i regjistruar, i formalizuar. Biznesi i parë serioz nisa pas eksperiencës kur isha 15 vjeç në Y Combinator. Nisa së bashku me disa shokë të bënin një studio lojrash. Po mirë, para se të shkojmë ke studio lojra, na shpjego pak Y Combinator. Y Combinator është një nga akseleratorët më të mëdhenj në botë, është në US, edhe kompanitë që pranohen atje dhe që dalin nga Y Combinator zakonisht janë unicorns, pra $1 billion companies. Një natë isha duke lexuar biznesi i saj, duke një nga këto gazetat online. Dhe ç'a ndodhi është që shoh ishte një startup që quhet Styland. Isha like, okay. Është vajzë shqiptare. Është vajzë shqiptare Lona, që ka qenë dhe pjesë. Lona Aliu e kemi pas në Startup Grind Tirana. Dhe po lexoja dhe më duk shumë ide interesante. Pra ideja praktikisht konsistonte ishte një platformë, e cila vajzat mund të fusin, praktikisht vajzat kryesisht, mund të fusin dhe të jepnin në rroba me qira, dhe isha like, okay. This is very interesting. Dhe ç'a bëra është që, okay, fillova duke kërku, pash që founder ishte shqiptar. Tash, okay, dhe çoj një mesazh, domethënë, do përpoqja që të gjej atë mënyrën e kontaktit, shtova në Facebook, LinkedIn, çoj emailën duke spamu nga gjithë krahët. Dhe shkruajta që shikon, jam Kelvin, jam 14 vjeç, kam shumë dëshirë që të bashkëpunoj me ju, nuk e di, që thjesht shooting my shot dhe marr një përgjigje mbrapsht në Facebook nga Lona dhe më thotë që Kelvin, po si shumë i ri e më marr programim, po që why not let's have a call. Të bëjmë një call dhe Lona ishte atë pikën që kishte një skuadër që punonte, kishte diku tek 5-6 inxhinier dhe ishte një pikë që po kërkonte për diçka tjetër. Që paguheshin goxha shumë, besoj. Paguheshin goxha shumë. Dhe ç'a kuptova unë nga gjithë gjëra, që realisht ishte shumë e kënaqur me performancën e tyre. Dhe isha like, okay, I can give it a shot. Dhe ç'a ndodhi është që duke qenë që isha dhe i ri, isha dhe i vogël, kryesisht kishte disi skepticizëm nga pjesa tjetër e stafit, sepse nga Lona dhe në ç'a kuptova që Lona besonte tek unë. Dhe ç'a ndodhi është më thanë, okay, s'duhet test, nuk di, duhet ishte 1 ose 2 javë, bëm një fazë prove dhe ke parasysh nga aty, domethënë nisëm që okay, pra ishte edhe gjëra tjetër interesante që teknologjia që ata përdorin ishte komplet gjë e re për mua.
Dhe si tush më dha që okay, ke 2 javë kohë, domethënë learn it if you can, por që si tush në sytë e pjesës së stafit, që kështu si diçka si moonshot, që okay, gjatë janë që do të mësoj, po le t'i japim një ti japim një shans kohë dhe dështoj. Dhe çfarë ndodhi që bëm atë fazën e testit, Lona kishte një djalë që quhet Michael, don Mikael, ishte polak, po që dhe çfarë ndodhi është që Michael ishte shumë i kënaqur me punën, tha okay, domethënë like për 1-2 javë që ky sa po mëson këtë gjë nga e parë, e tha që mund të ketë 2-3 gjëra shumë vogla, por që realisht është punë shumë e mirë dhe nga aty nisi që Leona okay, u bind që okay, ky mund ta bëj këtë gjë, dhe thjesht pushoi gjithë ekipin që kishte në Poloni. Edhe punonimi së bashku dhe realisht ka qenë një eksperiencë goxha e bukur pasi. Sa vite punove me Lonën? Me Lonën punova diku tek 1 vit e pak, nuk është zgjati shumë. Okay. Por që sepse pata një periudhë që babai u smur, pati ca probleme me zemrën, ishte realisht shumë keq dhe thjesht mundesh që të u shpëngonin në Itali, pra. Okay. Po dhe Lona pastaj nuk e vazhdoi me kompaninë diçka tjetër. Pastaj dhe Lona, çfarë nuk është e vazhdoi me kompaninë, domethënë nuk është se heci më gjikundi, por që u shputa shumë më afër para se pasi tu shqetërova një periudhë si konsulent derisa pastaj u shputa. Si ndihesh që ti të kishe 14-15 vjet gjithë atë përgjegjësi, menaxhor gjithë atë produkt në një treg amerikan, a? Të drejtën, aq sa mund të ishte shumë vetëm ta qenë të frikshëm dhe shikoj si diçka të bukur, pasi që një eksperiencë që unë njëkohësisht, siç mund të jepi atë impaktin tim nga ana teknologjike, njëkohësisht kisha edhe mundësi që të mësoja, pra të punoja me njerëz kishin shumë herë më shumë eksperiencë në biznes, pra do të thonë si tush e shifja me egoizëm në sensin që okay, do të mësoja nga këta njerëz, pra nëse shumë njerëz që okay, thonë e bëj një punë thjesht për idenë që okay, do fitoj kaq lekun dhe shikoj okay, pra po punoj me Lonën, punoj me tani, pra kisha njerëz shumë që shikoj si role models që unë realisht mund mësoj nga këta njerëz. Okay. Studio e gaming. Studio e gaming. Pasi u shputa nga Lona, çfarë ndodhi është që u ribashkova me disa shok virtuale të themi, pra njerëz që kisha njohur online. Dhe një nga këto djemt kishte krijuar një network praktikisht online, i cili ishte rreth lojrave dhe tham okay, pra kemi një platformë ku kemi lexuese, të mos provojmë krijojmë lojra. Dhe ç'është e vërteta, krijuam nxorrëm një lojë, publikuam, nuk është e pati suksesin që ne prisnin të drejtën, sepse shumë foundera, në momentin që krijojnë diçka janë shumë entuziastë, mendojnë që normalisht, it's their baby. They can do everything. Çdo që krijon një produkt është shumë dhe realiteti është shumë i hidhur kur përplaset thurrat, pra gjithë mendojnë që okay, shumë njerëz deri djegën një veten që shikoj se problemi më i madh është programimi. Realiteti që njerëzit si thush e shohin e përjetojnë në një mënyrë shumë të ashpër, është që është realisht shumë e vështirë që ti të krijosh diçka dhe ta nxjerrësh aty jashtë. Pra, nuk është thjesht problemi që të krijosh diçka, por para se të nisësh të krijosh diçka, domethënë gjëja kryesore do të mendosh se si do e shesësh atë gjë. Pra shumë njerëz mendojnë që okay, ta krijoj një herë, po I will figure out. Është më mirë që të krijosh thjesht një very simple MVP ose edhe mos ta krijosh fare MVP-n dhe ta shesësh një herë. Unë do thoya më mirë mos krijosh fare MVP nëse është e mundur, thjesht krijosh diçka sa për një demo or whatever, thjesht get it out there, try to get your first customer if you can get it. Okay. Por që njëkohësisht gjithmonë është dhe kjo paralizmi tjetër që ka dhe produkte, të cilat janë shumë vështira që ti shesësh, thjesht të shesësh ajër, kryesisht. Kështu që është depending on the situation, por generalisht do thoya që është mirë që krijosh një MVP dhe thjesht shesësh para se të ndërtosh diçka. Atë mendoj dhe unë që ti krijon një MVP minimale, pastaj merr feedback edhe shto feature. Ke kjo puna e featureve. Unë shoh shumë founders që siç e theti entuziazmojnë shumë me produktin dhe harxojnë aq shumë kohë duke shtuar feature që mbase për tregun janë pa nevojshme, po në kokën tënde dhe të skuadrës kur bëjnë një brainstorm mendonin që tregu i do. Patjetër, shiko, është bëhet si punë në rabbit hole, pra ti vazhdon krijon, optimizon, por që ti realisht asnjëherë nuk e di se çka ka nevojë klienti jot. Pra nëse ti ose le ta rifrazojmë kështu, nëse ti nuk je duke krijuar një zgjidhje për një problem që ti ke vet, pra okay, nëse ti ke një problem që ti e din realisht se
çka ka nevojë tregu, çka ti ke nevojë, pra nëse po krijon diçka që rregullon nevojat tuaja, është më thjesht gjëja, por që ka plot njerëz që krijojnë produkte për tregje që ata as nuk e përjetojnë në first person atë problemin. Dhe realiteti është ajo që theti që çfarë ndodh është Kush është mënyra më e mirë për të marrë feedback te tregu? mënyra më e mirë, do thoya unë, nis që parë se të marrësh feedback, nis nga do të lançosh diçka që ty vjen tur. Pra është founder LinkedInit, ka një shprehje shumë bukur që thotë if you're not ashamed of your product, you're too late. Dhe njëkohësisht kjo është mënyra më e mirë që ti njëkohësisht lançosh diçka sa më shpejt, por njëkohësisht përpiqesh marrësh feedback. Dhe çdo feedback që të marrësh ta filtrosh, sepse ka dhe njerëz që ndonjëherë dhe kanë tek akord, por ideja është të kuptosh feedbackun konstruktiv që okay, kjo gjëja me vërtet ka sens, kjo gjëja s'ka sens. Pra, fundi është logjika jote që duhet ta ndaj A nga B. Si po të duket ky AI bubble, tani se gjithë janë sulur drejt AI-t, gjithë janë duke bërë aplikacione AI, si e diferencon vetën një AI founder? Do të thënë çfarë competitive advantages duhet kesh se të gjithë po shkojnë atje, edhe investitorët që në fillim jinin shumë lek, tani nuk po dinë më aq shumë janë bërë. Po ideja është ka dy gjëra. Gjëja e parë është që po ai sa e bukur është aq dhe frikshëm. Këtë është shumë Wild West për momentin si e shoh unë. Duke qenë që ke shumë njerëz që po krijojnë pafund gjëra, problemi më thelbësor që shoh unë është që ke shumë kompani, si për shembull OpenAI mund të lançojë një feature nesër dhe gjithaj startupi që ti ke një vit, ke disa kohë mund të kesh duke kriju, praktikisht thjesht shumëzohet me zero dhe gjë tjetër është që si e shoh unë është që AI ka për të bërë shumë njerëz të pasur, por njëkohësisht ka edhe për dashur pa dashur, na pëlqen pas na pëlqen, do ndikojë tek jeta e shumë njerëzve. Duke qenë qoftë disa do ngelen pa punë, qoftë disa do detyrohen të punojnë diçka tjetër, por u mendoj që është opportuniteti më i mirë që ka njerëzimi tani. Pra siç është interneti që ishte në kohën e vet, tani është AI, siç ishte kriptot në kohën e vet. Pra praktikisht është train wave që do ta kapësh. Si duket Shqipëria në këtë ekosistem AI botror? Shqipëria jemi shumë brapa? Shqipëria vetë si Shqipëri, mendoj që përgjithsisht është mbrapa, por që njëkohësisht ke shumë foundera që fatkeqësisht nuk është se janë në ekosistemin tonë, por që kanë janë fizikisht në ekosistem, punojnë për kompani jashtë, për produkte AI, po janë jashtë. Janë jashtë. Ideja është si mund t'i përdorim ne këto talente që të kontribuojnë për Shqipërinë, se gjithë këta po bëjnë outsourcing. Dhe është gjë e mirë se po marrin gjithë technical skills, ë? Shiko, unë personalisht jam kundër outsourcing, sepse outsourcing duket sikur është brain drain, pra praktikisht ti përdor the brains of a country për bërë leverage for your own country. Por në rastin e Shqipërisë mendoj që Shqipëria ka mjaftuar shumë talent që të ketë më shumë startupe. Pra, founderat shqiptar, pra si thosh, talenti shqiptar duhet ku të lajm, se të gjithë e kanë këtë gjë, domethënë pse nuk kemi startupe, po flas kemi unicorns, ëh? Po pse nuk kemi startupe të mira? Një shoku im shumë i mirë ka thënë një shprehje shumë bukur. Shumica e njerëzve nuk bëjnë lek, nuk kanë besim te vetja. Okej. Dhe unë besoj që njëta gjë aplikohet edhe tek disa startupeve, që shumica e njerëzve nuk nisin startupe sepse nuk e kanë besimin te vetja. Pra, si thosh, unë e shoh në prizmë që duhet më shumë frym. Pra, njerëzit sot, nëse ti thu një njeriu që okay, nis një biznes, gjë e parë që mendojnë është okay, shikosh e pamundur. Pra unë mendoj që startupi që ke aktualisht. Startupi që kam aktualisht, i fundit, pra që po merrem, cilin kam dedikuar pjesën time më të madhe të kohës, quhet Zero Rank. Jam bashkëthemelues dhe neve po përpiqemi që pra si shohim ne është që në botë po ndodh një ndryshim shumë i madh. Nëse njerëzit më parë kërkonin Google për kush janë kputucët më të mira për mbor, ku diun, tani njerëzit futen ChatGPT dhe kërkojnë what are the best no shoes. Tani problemi i madh është që shumë njerëz nuk është se po e përdorin këtë si kanal marketingu. Dhe ata që përpiqen ta përdorin kanë shumë vështirë që okay, si ta bëjmë ChatGPT që të flasi për mua. Po. Dhe kjo është pikërisht ajo që ne po përpiqemi të zgjidhim për njerëzit. Okay. Just recently dolëm jashtë betës dhe deri tani kemi marrë një feedback shumë mirë nga njerëzit. Jemi në fazën e scale-it që u përpiqemi që keni bërë bootstrapping apo keni marrë investim? Bootstrap. Okay. Personalisht jam nga ato foundera që besojmë shumë në bootstrapping.
Okay. Pasi më pëlqen që të kemë shumë kontroll drejt kompanisë, drejt startupit apo. Në varësi edhe të produktit, ëh, se Patjetër, shiko. nëse është një produkt që ti mund ta bësh vetë, pastaj ka produkte shumë të shtrenjta që duan research and development. Patjetër, por shiko, gjëja e bukur me bootstrapping është që ty duke qenë që të vend disa limitime, të vend disa guardrails, njëkohësisht të ndihmon dhe të bësh një founder apo një businessman më i mirë, pasi të limiton në kosto. Pra, duke qenë që ti nuk është se ke një buxhet infinit që mund të kapësh aty jashtë, e themi e më i detyruar që ta mbash në shina buxhetin. A nuk ta ul entuziazmin se ti po ecën shumë ngadalë me lek investitorësh ti do jepje fueling? Një kompani për shembull gjermane që më kontaktoi para disa kohësh që kishin nevojë për konsulencë, ata ishin shumë interesantë, ata po ndërtonin teknologji për makina që ecin vetë. Dhe një nga founderat tha pikërisht këtë gjë që shumë njerëz mendojnë që neve we're going slow, por nga ana tjetër është gjë shumë interesante për ne sepse ne duke qenë që kemi mbajtur kostot një minimum, pra sepse jemi kompani që jemi self-bootstrap, pra kemi një buxhet limituar për research and development, dhe çfarë ndodh është që ne kemi arritur të bëjmë një teknologji shumë herë më të mirë se shumë kompani të tjera që në Amerikë për shembull, me një buxhet shumë të limituar. Dhe rrjedhimisht, duke qenë që është një produkt që është krijuar me një buxhet shumë të ulët, e kanë më të lehtë që të bëjnë mass adoption në market. Okay. Makes sense. Pra nuk je për investment. Jo, më kuptoj drejt, nuk është se jam totalisht kundër investment, thjesht mendoj që investment duhet kur you really need money. Okay. Dhe pastaj dhe investment ka kryesisht there is good money, there is bad money. Good money janë para që ti investon dikush që me vërtet beson tek ty, beson tek produkti jot, dhe është shtys për ty pra që shkosh para. Bad money është dikush që investon ato lekët, po përpiqet ka të idenë e vet të how we're going to do business. Sklavapreneur. Kur do bëni launching? Kur do e lançoni? Jo, ne kemi lançuar dhe tani për momentin jemi duke shitur. Okej. Çfarë tregjesh? Kemi gjithmonë US është tregu kryesor, pse po shohim dhe kemi parë feedback të mirë në Australi. Kemi për shembull një brand i cili merret me valixhe që ka e-commerce që. Okej. Çfarë produktesh të tjera ke bërë vetë, ke lançuar vetë gjatë gjithë këtyre viteve? Kam lançuar dhe e marr me shumë gjëra. Dhe një nga problemet dhe gjërat më interesante të mia është unë jam njerëz që jam shumë kurioz për gjërat dhe më pëlqen të eksperimentoj shumë me gjërat. Për shembull, para disa kohësh nga hiçi fillova të eksperimentoja me fushën e mjekësisë. Dhe themelova 2 klinika, një klinik dentare, një klinik për mbjellje flokësh. A mund të bësh klinik dentare pa qenë dentist? Apparently Por që çështja interesante që nisi gjithçka këtu në Durrës? Jo, në Tiranë. Në Tiranë, okay. Nisi gjithçka shumë bizarre që nga po bënë një fushat, po si një pacient nga Italia. Të drejtë nuk është isha shumë i kënaqur me supply chain-in që kishim, pra praktikisht me klinikën që u bashkëpunonim. E thash, okay, duhet diçka që ta kemi në kontroll vetë, mos varet nga një tret. Dash unë nisi gjithçka për punë 2-3 javësh, duke qenë që patëm një mësim i bukur që unë e kam marrë shumë herë në mënyrën e vështirë nga jeta, është që gjithmonë është mirë të kesh diçka në letër. Unë jam nga ato njerëz që besojnë në njerëz, pra nuk jam fort pro idesë që okay, a paper can enforce you in the legal way, por që çfarë ndodhi praktikisht me klinikën që po bashkëpunoj është që they went back on their deal, pra filluan duke në momentin që gjërat fillon duke lullzuar. Thanë, okay, shikoj ne kemi shumë kosto, ne duam më shumë lekë tani dhe. A ishte kjo klinik me një ortak? Do të thënë si funksionon? Jo, ideja është çfarë ndodhi është që neve fillimisht po bënim një fushat marketing. Okej. Dhe nisi gjithçka si eksperiment, pra ishte një gjë shumë e shkurtër që rezultoi në një fushat shumë fillimpruese. Çfarë ndodhi është që klinika me cilën bashkëpunonim vendosi, okay, shikoj, duke qenë ne nuk kishim asgjë të shkruar në letër, ishte çdo gjë on handshake. Menduan që okay, shikoj, un kam kosto më të larta, dhe tani ti ke dy rrugëzi, ose si është pacientët tek ne, ose ti çosh gjë kundi tjetër, dhe ti thosh aty we parted ways. Do mendosa që okay, është koha që të hap klinikën time. E hape me një mjek në bashkëpunim apo ishe ti ortaku vetëm? Atëherë, çfarë ndodhi është që unë isha ortaku vetëm dhe punësova mjek nga Turqia. Nga Turqia. Por njëkohësisht një gjë që kam. U bën relocation në Tiranë? Po, morëm 2 ekipe me mjek nga Turqia, por që është hallën vetë, ti je mjekët pra sepse në momentin që
ti hyn në një treg shumë të ri që as nuk e njeh, as nuk ka shumë, domethënë ke shumë gjëra për të mësuar, por njëkohësisht do të mësosh të shumë shpejt. Po. Dhe është realisht sfidë në vete, por që aq sa e bukur është një gjë, do të një pikë që momentin që nuk është fusha jote dhe të mërzitet po aq shpejt. Pra çfarë ndodhi është që e rrita deri me far pike, kuptova shpejt që Nuk është për ishte ty. ajo gjëja ime dhe çfarë bëra që të vendosa të shisja Ishit, okay. të dy klinikat. Good investment. Pas fajin. Okej, pra mesazhi është mos bëni gjëra Që nuk janë fushën tuaj. janë jashtë fushës. Kush janë njerëzit që të kanë ndihmuar gjatë gjithë këtyre viteve? Mentor, mund të jenë, se di, familja, njerëz që të kanë dhënë dorën, që të kanë frymëzuar, që ti mund të jesh mirënjohës, domethënë për çdo lloj gjëje që të kanë dhënë, qoftë suport financiar, qoftë suport moral, që është shumë i rëndësishëm gjithashtu. Unë mendoj që suporti më i madh që mund të marrësh nga njerëzit është mentorshipi, sepse është si puna e saj që mëson dikë të peshkoj, e ushqen për jetë, mëson jepi dikujt një peshk, do haj një ditë. Një nga njerëzit që do thoja që më ka dhënë një nga suportet më të mëdha është një shoku im që kam njohur në mënyrë shumë random, i cili ka 4-5 sase ndryshme dhe njëkohësisht e kam tani bashkëthemelues tek Zero Rank. Okay. Mendojnë që të rinjt duhet lidhen sot me një mentor, domethënë si shef ti mentorët shqiptarë? Se ti ke marrë pjesë edhe në për kompeticione shumë. Unë mendoj që është mirë gjithmonë të marrësh një perspektivë tretë. Se ti e the pak vetë që kultura këtu është që nuk bëhet, nuk shkon, nuk funksionon. Edhe unë kam gjithmonë këtë frikën kur bëj evente që mentorët për shembull që ftoj mund edhe ta përcjellin këtë lloj fryme, ëh? Patjetër, shiko. Unë mendoj që janë të dyja, hecin të dyja paralel, pra. Është paq sa e rëndësishme është që ti të marrësh një feedback nga dikush i tretë, njëkohësisht do të jesh dhe ti që një herë të thush jo, përveç. Okay. Pra, e thon ndryshe. Është mirë që ta validosh vetë atë opinionin e tjetër. Pra, edhe pse dikush tjetër mund të ketë shumë herë më shumë eksperiencë se ty, që nuk do të thotë që ai ka drejt gjithmonë. Pra, nëse ti me vërtet beson te vetja, beson tek ideja jote, ndoshta you're right, kryesisht. Është si puna e shpresë, take it with a fine grain of salt. Por që, po, është vërtet që shumë njerëz në Shqipëri, pra ne përgjithsisht si shoqëri jemi shumë skeptik për çdo gjë. Por unë gjithmonë besoj që nëse ti me vërtet e don diçka, me vërtet beson te diçka, domethënë nuk ka asgjë që të stopon. Okej. Se njerëzit gjithmonë do kenë një mixed opinion. Një mixed opinion, po. Me që jemi te njerëzit, si mund të gjej një i ri, një co-founder, domethënë, talloj si gjendet një herë, si duhet të jenë co-founderat me njëri tjetrin, si merren vendimet, kjo nga eksperjenca jote personale. Nëse unë jam tech person, më mungon business side, ose kundërta, kam një ide biznesi, nuk kam lek me bë produktin, po marr një co-founder tech, kush janë ca këshilla, sepse shumë njerëz, për shembull, biznesi ka dështuar vetëm se s'ka qenë partnership i duhur. Unë mendoj që gjëja e parë, domethënë, është nisë që nga besimi. Pra, është mirë që ti gjesh dikë me cilin pra ti flen gjumë rehat dhe nëse nuk firmosin dokument. Dokumentin firmosin. Por që dokumenti firmosin. Edhe po fjetë gjumë rehat. Por që çdo temë është kjo që është mirë që të bashkëpunosh me dikë që realisht ti ke besim. Pra, nëse ti gjatë gjithë kohës duke punuar me dikë dhe jo po mos më bën një trik, po mos më fut, domethënë, pra gjithë atë energjinë që ti do çoje para drejt ndërtimit, thjesht je duke rezervuar veten dhe duke u bë kështu paranojak që shikoj se. Por njëkohësisht mendoj që është mirë që të gjesh dikë, pra siç edhe ti që ndan një eksperiencë ndryshme, por që unë prapë jam ides që okay, pra mund të jetë një co-founder teknik, një co-founder biznesi, por që unë prapë mendoj që është mirë që njerëzit do të mësojnë nga gjithë gjërat, në momentin që ti ndërthur, pra nuk po them që dikush të jetë kryesisht ekspert në teknologji, por njëkohësisht jetë ekspert në biznes, por mendoj që është mirë që të kesh një njohuri të përgjithshme mbi gjën, pra që ta kuptosh realisht që okay, edhe pozicionin e tjetrit. Po sepse çfarë ndodh shpesh për shembull me programuesit, është që shumë herë nuk marrin vendime biznesi. Pra, dhe për shembull për njerëzit që janë punësuar diku, domethënë shumë njerëz nuk e kuptojnë që ti çdo të rritesh detyrë për shembull,
e ke shumë herë më të lehtë, rritesh në detyrë duke krijuar vlerë. Pra, çfarë intereson kompanisë fundit është krijoj vlerë. Nuk është intereson as sa orë ti punon ditë, as se çfarë pune ti bën, por e puna jote, sa produktive është dhe sa vlerë po sjell për kompaninë. Sa fitime më sjell në fund të ditës. Pikërisht, sepse gjërat që janë shumë herë më të thjeshta nga se çai mendojnë njerëzit. Kush është një nga momentet më të vështira që ke pasur? Them drejtën, është e vështirë ta ndaj, sepse kam pasur shumë më të vështira në jetë. Gabime që mund të kesh bërë që Por unë mendoj që jeta që do kishte momente të vështira, do ishte e bukur sepse nëse nuk ke diçka pra që të bësh benchmark against, pra nëse ke momente të bukura, do ja humbnin vlerën në momenteve të bukura. Por gabime, nga gabimet më të mëdha ka qenë që kur isha rreth moshës 15 vjeç, bëra një bashkëpunim biznesi me dikë. Dhe çfarë ndodhi është që çdo gjë ishte mbi premtim. Dhe biznesi rezultoi që bëri shumë miliona dhe u mora një përqindje shumë të vogël të gjës që ishte e papërfillshme pra në krahasim pra si thush, nëse ke 10.000 lekë, mori 100 lekë nga gjëja, por jemi prapë te paperi. Po vjen kjo gjithmonë. Ka një theme around here going. Unë e shoh shumë problem këtu, se unë e shoh dhe me klientët e mi që vinë për shembull në zyrë, hapi biznese bashkë, nuk ndajnë ato përgjegjësitë e veta, nuk shkruajnë gjëra on paper, nuk firmose, dhe vetëm kur i shef mbas një viti, 2 vitesh që ndahen edhe ndahen keq, kjo është ide. Ndahen keq, po ideja është njëkohësisht ndodhe kjo tjetra, që ti mund të firmosësh letra, dhe kam pasur në ato eksperiencë që janë firmos letra, po njerëzit e kanë parasysh. Pra shumë e rëndësishme kjo pjesa që më të jesh shumë i kujdesshëm me ku punon, por i kujdesshëm në sensi që më ta njohësh mirë personin me cilin ti e. Pra, it's like a marriage, kjo është që It is a business marriage. Nëse you're not 100% sure, është better që të qëndrosh larg. Okej, po një nga momentet më të bukura, më emocionuese që ke pasur. Një nga momentet më të bukura, pra pak në kohët e fundit, ka qenë kur kishim një klientë të parë që pagoi te platforma dhe aty shikon që gjithë kjo puna e gjithë kjo investim, gjithë kjo gjë, gjithë ky mund, përse merr një. Okej. Po nga ana personale, jo vetëm nga biznesi ndoshta. Ana personale. Kam momente të bukura për ti, kështu që. Okej. Cila është kompania e radhës? Për momentin them drejtën, jam fokusuar tek kjo gjëja që po bëj dhe kam kuptuar diçka që është shumë e vështirë të bësh shumë gjëra njëkohësisht. Jam nga ata njerëz që më pëlqen të bëj shumë gjëra, por që kam kuptuar që ndonjëherë është më mirë që të fokusohesh në diçka, dhe kjo është një nga gabimet më të mëdha që kam bërë gjatë gjithë këtyre viteve, ka qenë që gjatë gjithë kohës isha kështu shiny object syndrome, isha gjithë kohës që shifja gjëra, është interesante kjo, pra ndonjëherë është më mirë që të bësh diçka, stick to it dhe thjesht çoj deri në fund. Ti je njëri tech. Kush janë ca toolsa tech që na rekomandon në tjerëve që ta bëjnë jetën më të lehtë çdo ditë? Do të thënë na shpjegoj edhe pak si është një ditë tipike e jotja, flevon, asgjë është herët, celloj. Unë tek puna e gjumit, asnjë nuk kam pas probleme të me gjumin. Se që i vogël. Të gjithë supermarketit. Që i vogël mbaj mend, kur kam qenë diku tek 12-13 vjeç, domethënë që ka qenë nga periudhat kur u fokusova shumë fort te programimi. Mbaj mend, isha duke bërë një platformë për school management system. Pra do të bëja një platformë që mësuesit e kishin shumë të lehtë që si tu shtimin atë performancën mbi fëmin, pra notat, gjërat. Mos i trihet mbajsh shënim, shko çfarë detyra është për të bërë, po i gjithë aty online. Dhe çfarë bëra që vendosa të ndërtoja një platformë. Edhe vendosa të jashisja një shkollë këtu në Durrës. Dhe çfarë ndodhi, ishte edhe kështu qesharakë se kisha dakord që jashisja për $500, po nisha me idenë që të jashes tyre, po njëkohësisht këtë si pilot që do rishes në gjithë shkollat ndër Shqipërinë dhe isha fiksuar që të bëj këtë gjë, dhe çfarë bëja që punoja gazetor ditë për ditë, flija 2 orë, u zgjoja. Dhe kjo ka qenë kështu ongoing. Në shkollë shkoje? Ishte gjatë kohës verës. Dhe çfarë ndodhte është që ongoing, domethënë, kjo është punoj gazetor rresht, fli 2 orë, punoj gazetor rresht, domethënë isha bërë si zombi. Crazy. Dhe praktikisht ka qenë pika ku unë shkatrova oraret e mia të gjumit. Tani sot që flasim, unë zakonisht flet diku rreth orës 4, por ka dhe periudha që mund të flen orën 7, ka dhe periudha që flen orën 9. Pra ideja është që gjumi im është shumë i çrregull.
Dhe mos gjatë kësaj periudhe që kemi qenë duke bërë launch, kemi qenë duke rritur ekipin, sepse është pjesa e time zone, për shembull, CMO-ja jonë është në Amerikë. Okay. Ti duhet të CEO-ja jonë është në Sri Lanka. Do të thënë kemi pak ekipin skewed around the world dhe do një shaka që ndodh shpesh që ore kur flen Kelvi. A fle Kelvin? Okej. Ca tools që mund të na ndihmojnë, që mund të japësh si këshilla? Unë besoj që nga më bazike, të Google Calendar e këto gjëra. Patjetër, shikoj, gjëja bazë që unë mendoj që njerëzit mund ta përdorin sot, paktën për pjesën e programuesve, që nga dhjetori tullet e AI-t për programim janë bërë shumë të forta. Pra praktikisht në qytetin më parë kisha nevojë që të mësoja ku diun 10 programues, 3 programues, 2 programues, whatever. Sot ti thjesht duke përdorur cloud code apo diçka, pra Lovable mund të ndërtosh. Është lovable për founders, është shumë nice, por kisha fjalën për programues kryesisht. Po që edhe për founders, shoh shumë founders sot që për shembull përdorin cloud code. Dhe aty fusin skills, fusin gjëra, lidhur me MCP. Pra ideja është që sot ti ke mundësinë që me AI edhe duke mos pas më buxhet, dhe duke mos pas mund të bësh, ëh? Programues duke mos pas punonjës, kryesisht mund të kesh ekipin tënd me agents dhe edhe ja automatizon. Ja, sepse mund të automatizosh shumë gjëra, pra gjëra që ty mund të hanin kohë më parë. Pra cloud rekomandon nga gjitha këto ChatGPT, Gemini. Shiko, ka i gjë shumë keq. Unë deri para ca kohësh personalisht përdorja kursor për shembull, për programim. Problemi është që kursori ishte nice deri në pikën që fund të lëvizin çmimet. Për shembull, unë dhjetor se janar kam paguar diku te $1,500 kredit. Se ti shfilloj në vizin pra, si thush, është kjo hook and bait që kompanitë japin një produkt shumë të mirë, dhe pastaj ti vendosin ti 10 fishojnë çmimet. Për momentin, sugjerimi im do ishte cloud code. Dhe është interesante se njëkohësisht shoh shumë programues janë shumë skeptik drejt AI-t, pra dhe zakonisht thimi është rreth njerëzve që janë junior, pra njerëz që s'kan eksperiencë, janë pikërisht ata që janë më skeptikë, që thonë, "Mëse nuk shkon kod të mirë, mëse dën kanë gjithë justifikime sepse kanë frikë se okay, shikoj kjo gjë do të zëvendësoj mua, po që në vend që ta shohësh që shikoj se kjo gjë do të zëvendësoj mua, duhet ta shikosh një, okay, unë bashkë me këtë gjën, outputi im është 20x. Për ne që nuk jemi njerëz tech, si mund të na ndihmojë AI në jetën e përditshme? Po mund ndihmojë në shumë gjëra ndryshme, duke filluar që nga researchi, sepse me AI ti ke mundësi që bësh research shumë të themeluar, mund bësh njëkohësisht nga pjesa e automatizimit të marketingut, do të thënë, ke pafund mundësi se si ti mund të përdorësh AI-n. Për shembull, një gjë tjetër që unë jam duke ndërtuar për momentin është një tool për automatizimin e LinkedIn-it. Ka shumë njerëz që përdorin LinkedIn-in për të shitur, pra, si thosh B2B, B2C. Dhe ideja është që për shembull është një mënyrë shumë e mirë që mund të përdorësh AI-n dhe kapësh klient, sepse çfarë ndodh është që gjithë njerëzit kanë këtë idenë që të bëj reklama dhe kryesisht produktin do shitet. Realiteti është që është një botë komplet tjetër, pra nuk është thjesht që po bëj sponsor Instagram dhe po bëj reklama, por ideja është që ti do me vërtet shesësh diçka, pra të bësh diçka që të jetë fitimprurëse në fund muajit. Çfarë mund të jetë fitimprurëse në tregun shqiptar? Çfarë janë problematikat që ti shef që mund të zgjidhen nëpërmjet tech business kryesisht? Po ka pafund gjëra, pra praktikisht çfarë është një model nice mund të bësh, por po shohësh e një kompani që është në Gjermani që quhet Rocket Internet. Rocket Internet çfarë bën? Kanë një model shumë thjesht biznesi. Për shembull, shohin që okay, Amazoni funksionon në Amerikë. Do çfarë bëjnë që marrin Amazonin, marrin gjithë blueprintin e Amazonit, thjesht e riaplikojnë për shembull në Afrikë, aplikojnë për vendet botës së tretë. Njëkohësisht njëta gjë mund të bëhet shumë thjesht në Shqipëri, domethënë unë mendoj këtë që për sa kohë ti godet pjesën e si e shet diçka, besoj që është shumë e lehtë për çdo kënd që të bëj një produkt, bëj një shërbim, të ofroj diçka. Për shembull, një gjë shumë e bukur që kam pas parë para, nuk e di, mund të ishte 2 vjet apo nuk e di, gjatë kohës që isha akoma që e përdorja TikTokun, se tash i kam fshit gjithë rrjetet sociale se realisht janë shumë kohë. Ka qenë një vajzë që bënte një produkt që quhet mini torta. Dhe gjë interesante me të është që ajo kishte një produkt që ishte shumë unik, ishte një tortë që ti e ndizje dhe u diqte ajo gjë sipër. Por që gjë më interesante nuk ishte thjesht produkti, por që ishte the backstory behind it, pra. Mënyra se si ajo e shiste, që ajo thjesht tregonte punën e saj në përditshmëri, pra unë thot, u zgjova, bashkë me mami, nisëm bëm këtë tortë dhe që overnight it went viral.
Okej. Dhe një gjë tjetër e rëndësishme që besoj që është këshill shumë e mirë për njerëzit është që nuk duhet të kenë frikë që të provojnë kanalet e reja marketingu. Pra për shembull, në momentin që TikToku doli në fillim, gjithë njerëzit shumë skeptik, ama TikToku, ke parasysh. Por që në momentin që është një kanal i marketingu dhe nuk është akoma kapitalizuar nga njerëzit, është mundësi shumë e mirë për ty. Për shembull, mbaj mend këtu e para, nuk e di sa vitesh, kur ishte koha që në Shqipëri akoma nuk u njihte TikToku. Unë atëherë kam qenë duke bërë një platformë që quhej Date Mentor. Dhe bëja një platformë, se unë asoj kohë punoja në një platformë që u quante Code Mentor, dhe unë më ofroja konsulencë për njerëzit rreth programimit dhe mendova që okay, shumë mundësi do ketë shumë njerëz që do kenë shumë probleme me dating, pra do nis nga ideja që njerëzit për shembull në San Francisco janë këto qytetet që ke parasysh raporti i meshkujt femra shumë i keq. Dhe mendova që okay, Date Mentor, kështu të krijoj një platformë dhe bëjmë një shoqë atëherë që është shumë marketing genius, më tha mua që shiko, tha, TikToku tha është një nga platforma që ka për të shpërthyer, domethënë, po që në Shqipëri se akon TikToku nuk u njihte realisht. Dhe shpërtheu edhe në Shqipëri. Dhe unë që një nga ata njerëz skeptik që më TikToku versus gjë kohë, domethënë që e prandaj them që ndonjëherë zathësisht do të kesh frikë ndaj gjës së re. Pra ideja që gjithmonë duhet ta Problemi është që janë bërë kaq shumë kanale, sa që ti thua ku të investoj energjitë, kohën, buxhetin. Patjetër, por ideja është e tillë që gjëja më me vlerë është ti do të krijosh kontent me vlerë. Pra nëse kontenti jot nuk ka vlerë, a mund të krijosh kontent me vlerë me AI? Patjetër, thjesht shiko, unë jam me këtë idenë që a fool with a tool is still a fool, por që një person që is using the tool, pra nëse ti e përdor AI-n që të 10 fishosh veten apo të nxjerrësh 100% outputin e vetes tënde, pra 100x, përveç normalisht, por nëse ti thjesht po AI të krijon një post to go viral on TikTok ose on Twitter, whatever, Reddit, përveç gjatë anë që s'ka për të shku viral, por nëse ti jep dhëna, pra okay, thu shiko, merr këtë creatorin, merr këtë tjetrin, krijo diçka të tillë, give me a hook, pra që se ti jep diçka më një prompt të detajuar. Detajuar, patjetër që mund ta përdorësh. Çfarë të mban me këmbë në tokë? Nuk e di, unë gjatë gjithë kohës kam qenë njeri që kam kuptuar diçka shumë herë, që sa më shumë mëson, aq më shumë e kupton që s'din asgjë. Dhe gjatë gjithë kohës kam qenë njeri shumë kurioz që bëhet mësoja sa më shumë. Dhe kjo është një gjë që e vjen re shumë tek njerëzit, që në momentin që njerëzit mendojnë që dinë çdo gjë, realiteti është që ti s'din asgjë. Exactly. Sa do bëjë ndryshe po t'ishe kthyer 15 vjeç? A e ke bërë një shkollë mirëfilli programime? Atëre, para se shkoj në shkolla. Unë po t'isha 15 vjeç dhe herë do kisha firmos më shumë kontrata. Okej. Sepse po t'isha firmos më shumë kontrata. Do bëj më shumë lekë. Do kisha bërë më shumë lekë. Por që njëkohësisht e shoh si eksperiencë që okay, me vërtet, dhe pse se thosh ca njerëz kanë përfituar në thonjza nga situata. Pra, për kërësish një eksperiencë mëson, kërësish. Okej. Përsa i përket pjesës shkollës, unë të drejtë kërse jam njeriu më pro ndaj shkollës, pra nuk besoj tek arsimi i sotëm, le të themi. Dhe pse kur kam qenë i vogël, kur kam qenë diku tek 13 vjeç, kam marrë një bursë, kam shkuar në John Hopkins, kam studiuar kriptologji, që një summer program, pastaj kam marrë në Hull University në Londër, kriju një, dhe aty ishe shumë fani se thjesht vendosa emailin, aplikova, edhe më thanë që okay, është kjo gjëja, po kushton kaq lekë. Dhe unë që like, I don't have money, po i këta çfarë bënin është vazhdonin të çojnë këto emailet që shiko se po mbyllen ndej këtej, edhe unë thjesht tashun, okay, to bëj spam, mund të bëj spam rap, thjesht i çova CV-n, i çova gjëra që unë jam Kelvin nga Shqipëria, u këto gjëra. I'm a genius, accept me. Edhe shumë një email mrap që shiko se kemi shumë dëshirë që kërësisht drejtori i programit bëj një call me ty, dhe bëm një call. Ata ishin kështu që mendonin se kur në temen event Afrikës, edhe ishin kështu like, ishin aq entuziast që shiko ne po krijojmë një bursë posaçërisht për ty në emrin tënd, po që po më thonë që ne nuk më lejnë dot pjesën e avionit, po thoshte ky drejtori që njëkohësisht unë mendoj që mund ta mbuloj nga ana ime sepse jam aq entuziast që të takoj. Dhe isha like, okay, don't worry, I got it covered, por që ishte shumë interesante, për shembull, një gjë nice, për shembull, që mësova në Londër, është kishim çfarë shoh re shpesh unë është që shumë njerëz
janë si thosh mësues apo mentor apo whatever you want to name them, apo teachers që lektor, pra Teori. janë teori, po problemi është që shumë e bëjnë thjesht e shohin si profesion prapë për të fituar lek. Nuk është se e shohin si diçka që e bëjnë me pasion. Për shembull, një nga profesorët që ishte italian dhe ishte shumë interesant vetë tipi, kishte 2-3 kompani që bëte consulting dhe një gjë që më thash, shiko, unë bëj mjaftueshëm lek sa kjo gjëja është like penis for me, po që unë jam këtu sepse me vërtet I care. e bëj me pasion dhe I care about it. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, që nëse ti vendos të mësosh, pra sigurohu që personi që po të mëson ty është me vërtet po të mëson se e ka me dëshirë që të mësoj, ishte thjesht po shef marrja të pagesën në fund muajit dhe Okay. nuk I intereson me kontenti që ty po t'jep, sepse problemi më I madh që unë shoh sot është që realisht ka pafund resurse që mund të mësosh online. Pra, qoftë online, qoftë libra. Shkolla nuk ka 4 muaj tani. Po problemi është që njëkohësisht duke qenë që ka shumë content sot, është dhe e vështirë që çfarë zgjedhësh, pra ku të fokusohesh. Dhe unë mendoj që ky, pra nëse deri dje njerëzit kishin problem aksesi, tani është problem. sot është problem që fokusi. Okej. Çfarë projekti do të bënte të ndihesh krenar? Jo vetëm I suksesshëm, nëse ti e lën. Po të them drejtën, unë mendoj që ka një benchmark tjetër, e rëndësishme është që të bësh një gjë që bën të lumtur, pra. Më shumë se sa krenaria, unë mendoj që njerëzit do të bëjnë diçka që në momentin që ti zgjohesh mëngjes, mos u shoh po do ikim punë, po që ti je me atë idenë që okay, I'm gonna work, pra ti je excited për atë gjë që ti bën. Dhe nëse po mbase ti bësh dhe njerëzit të lumtur me një tool që mund t'ja bësh jetën të bukur dhe të lehtë. Por që Okej. Unë kam një pyetje të fundit përpara se juve të mund t'i bëni ndonjë pyetje Kelvin. Cila është ëndra që nuk e ke arritur akoma? Një nga ëndrat nxirtare është kam dëshirë që një ato mini eksperimente mia të radhës është të futem në fushën ndërtimit, pra të vazhdoj. Se duke qenë që I vogël jam rri ndërtim, duket shumë gjë interesante pjesa e ndërtimit, pra jo vetëm si biznes, por duket edhe shumë interesante si fush, pra. Okej. Se më pëlqen, praktikisht më pëlqen gjithmonë ideja e ndërtuar gjëra. Ti ke ndërtuar në miniatur deri tani. Ja, pra më duket gjë shumë interesante që ti ndërton diçka dhe you leave your mark behind. Okej. Mirë. Unë uroj që ti ta realizosh. Do të ndjekim gjithë këto vite prapë. Edhe të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit, shumë kënaqësi isha sot. A ka dikush pyetje për Kelvin? Hajde mos keni turp. Ishte shumë qartë, po një pyetje që mund të ndi tani bëni. Sa shanse ka që një startup I bën në Shqipëri të marrë benefic? Ideja është që shiko, gjasat janë barabarta për gjithë. Thjesht vende të caktuara, pra për shembull, kanë si thosh disfavore të caktuara, për shembull kompanitë që marrin pjesë në accelerators apo në për fonde investimesh, pra që marrin investime nga jashtë, zakonisht kanë këtë aksesin që kanë PR teams, pra kanë gazeta, kanë aksese online. Por që sot realiteti është që Battlefieldi po bëhet I shesh për gjithë një lloj. Për shembull, një gjë shumë interesante që shumë kompani po përdorin tani tritën është pjesa e Reddit. Duke qenë që për shembull gjithë ChatGPT and co janë duke lexuar nga pjesa e Reddit, YouTube. Pra, në momentin që ti krijon content aty, gjasat janë që dikush mund ta kapi atë gjë dhe të shkosh viral. Për shembull, për neve ç'a ndodhi që ishte shumë interesante, tani që lançuam Zero Rankun, neve lançuam një beta, pra hapëm një program që ja ofrojmë njerëzve falas në fillim, njerëzit fund nuk e përdorur dhe po merrim nikosisht neve thonë që okay, it's free, por thjesht na jep feedback, pra na thuaj ç'a të pëlqen, ç'a s'pëlqen, ku po gabojmë, ku mund të përmirësojmë. Dhe ç'a pamë është që shumë njerëz fund nuk e shkruajnë në Reddit për produktin tonë. Ç'a ndodhi është që një newsletter që quhet Superhuman AI, që kishte diku tek 1 milion readers në muaj, lexues në muaj, na kishte pa neve në Reddit dhe thjesht na bëri feature. Dhe ishte funny, se do isha sa isha ul me ngrënë drek, kur shofte Stripe vetëm njerëz që po regjistronin. Edhe isha like, okay, either this is spam, pra dikush po na sulmon, ose çka ka ndodhur. Derisa e pash, okay, shikoj se we got featured somewhere for free, pra. Pa ideja që këtu shanset janë barabarta, thjesht një herë duhet të jesh edhe pak kreativ, pra që çdo gjë që ti të bësh,
përpiqja është krijosh content cilin ti mund ta maksimizosh outputin. Për shembull mund të krijosh content për YouTube, njëkohësisht ta bësh repurpose për TikTok. Mund të bësh push kanalin e TikTok, mund të bësh push Instagramin. Po ti desh do të kesh një strategji shumë të mirë dhe një gjë që askujt si pëlqen është që do të kesh persistencë në gjërat. Njerëzit zakonisht postojnë një video dhe thjesht demoralizohen. Secën, kjo është konsistently skin çdo gjë. Për shembull, po shohësh Mr. Beast, që është një nga youtuberët më të botë, shohësh videot e veta të parat, Kam vjos. they're horrible, po shohësh Mr. Beastin sot, Tani problemi është sa duhet me prit ti përpara se të heqësh dorë. Se nëse një gjë nuk ecën, you should let it go. patjetër, po Do të tani thënë, ku ndahet kjo via e whole Po, midis për shembull, let it go dhe unë mendoj don't quit? që nuk është çështja e quitting, është çështja e ti japësh vetes, Do ta shesësh. Gjose nuk funksionon për ty, për dikë tjetër. Jo, ideja është që duhet të jesh pak më self-critic. Pra, okay, nëse ti ke një vit rresht po poston në Instagram. Çfarë po ecën? Çfarë po funksionon? Pra, një gjë shumë e mirë që mund të bësh është mund ta tregosh 5 njerëzve. Ta të marrësh një feedback nga dikush i jashtëm, sepse ti duke e pa për ditët e kontentit tat mund duket shumë cool, por që një gjë për shembull që unë vere me shumë njerëz është që njerëzit nuk e kuptojnë që do të përdorësh një gjuhë shumë thjesht, pra do të fitosh marketing do të përdorësh një gjuhë super easy, pra do të përdorësh jargon që dhe një fëmijë 5 vjeç ta kuptojë se çfarë ti po shet. Pastaj ka diçka për shembull që vura re kur vija rrugës nga Tirana për këtu, vura një billboard që kishte ndodhur logon e kompanisë me gërma shumë të vogla, kishte shkruar sloganin që e di diçka mbrojta numër 1 or something. Okay. Dhe unë isha like, okay, kanë marrë një të billboard, po vogën gjithë të lek, po që Se kupton. se kupton se çfarë, domethënë ideja është që je shumë i qartë ajo gjë që përpiqesh komunikosh me njerëzit. Dhe ti je sa më autentik, pra. Njerëzit sot vlerësojnë pjesën e qenies real, pra, nëse ti fillon me gjëra që janë reale, gjatë sa të janë që i kontenti asnjëherë s'do bëj pick up. E vërtet. Pyetje tjetër? Shpesh ka mes kritikë. Për konkurse, gara. How do you deal with pressure? Për promotion. Besoj që kjo është E gjori ka gjithë jetën presion. Pra, kjo thoj. Kodimi, produkti. Dollar, po. Shiko, ideja është që ka diçka, sa më shumë presion kalon, aq më shumë e kupton që problemet e së djeshmës ishin kështu, do vi pikë që do kalojnë 5 vjet, do kalojnë 3 vjet, dhe ti do qeshesh me çdo gjë që të ka ndodhur dje, ke parasysh, domethënë jeta është sfidë, nëse do kishte sfidë, do ishte e bukur, ke parasysh, unë them vetes gjithmonë që do keep pushing, por që njëkohësisht ndonjëherë duhet të fusësh një mendje të lehtë, në sensin që nuk duhet ta stresosh shumë veten. Për mua mend kur ka qenë Startup Weekend 2-shi, që nuk kam pas konkuruar me Social Hoodin, gjatë kohës që neve po shkondim që të bënim pitch atë idenë tonë, Mateo, që ka të qenë pjesë e ekipit atëherë që njëkohësisht është një nga shokët e mi më të ngushtë sot, çfarë ndodhi është që prish website-in dhe unë vaj mend deri në minutin e fundit që ne të shkonim të bënim pitch, pra unë isha me laptop në dorë, dhe fix para se të vinin fishën isha duke rreguar të qenë e fundit. Dhe në momentin që bënim demo isha këtu like, okay, either it's gonna work, gjithashtu që edhe s'do funksionoj. Por që thjesht përsysh duhet ta take it easy, pra nëse ti e streson veten, thjesht e multiplifikon atë stresin dhe vështirësinë vetes. Ndërsa nëse më vërtet mund të jesh duke kaluar një situatë pra presioni apo ku diun se çfarë, se ti thjesht take it chill, pra thjesht ndam që okay, edhe nëse kjo gjë është keq, it's gonna go bad, përsysh gjithmonë do kesh një shans dytë për ta ribërë mirë atë gjën, po nëse streson veten, ti shton më shumë presion vetes dhe gjasat janë që you're gonna mess it up. Easier said than done, po. Me frymëzim. Merr frymaj sa të stresohesh. Është një metodë 3 herë që është. Okej. Kemi pyetje tjetër? Elena? Kam pyetje për produktin. Okej, bëje tani pasi mbaron eventi. Kemi më pyetje? Një pyetje dilesh. Patjetër. A mendon ti se talentet në Shqipëri me skillsat që kanë edhe me këtë gjë, a mund të konkurrojnë në nivel international, me njerëz në skuadra në Amerikë? Patjetër që Jemi në atë nivel.
Shikon, Shqipëri ka shumë talent, po qa ndodh në Shqipëri rëndom, është që talenti është shumë i nçefur te ne. Pra, shumë ca njerëz është problemi i madh në Shqipëri është që nuk është se ka shumë iniciativa për shembull siç bën Aneda që përpiqet ndër një komunitet që njerëzit mund të njihen. Pra, diferenca midis Shqipërisë dhe jashtë është që jashtë ti ke më shumë meetups, gjëra që Mund të ndihmojnë njerëzit mund network with each other, po për shembull në Shqipëri realisht ke talent super të mrekullueshëm, thjesht ne nuk e dimë që ekziston. A kemi ne kulturë pune? Tani këtu është çik temë delikate. Sepse Unë them ta mbylli pozitivisht. unë jam i idesë që edhe unë kam hasur, dhe unë fatmirësisht kam pasur rastin punim me shumë njerëz. Zakonisht njerëzit në Shqipëri ndahen në dy hendeqe shumë të mëdha. Okay. Ose ke njerëz që kanë super kulturë pune, ose ke njerëz që terleking kulturën e punës, dhe zakonisht çfarë shef është që gjithë njerëzit që kanë kulturë pune shumë të mirë, njerëz që kanë arritur shumë gjëra. Disa njerëz që janë shumë lazy dhe Janë everything. they keep complaining, rrethësh. Mirë, do ta mbyllim tani, po do vazhdojmë edhe të flasim, bëjmë pak networking dhe të njihemi më mirë bashkë me Kelvinin. Kelvin, faleminderit shumë që na erdhe në Startup Grind, për kohën, për gjitha këshillat që na kthe, edhe uroj që çdo projekt që ti të bësh Faleminderit. të jetë i suksesshëm dhe na bësh krenar gjithëve, se produkte shqiptare që bëjnë scale globalisht është ajo që ne duam, emri që të na çohet nëpër botë. Kështu që shumë faleminderit. Faleminderit.